Kreu i KLSH-s Arben Shehu ka raportuar në kuvend për veprimtarinë e institucionit që ai drejton për vitin 2024. Ai tha se KLSH ka kryer 159 auditime në të gjitha nivelet e qeverisjes. Shehu theksoi se ka pasur kufizim të konkurrencës dhe vonesa në zbatimin e kontratave si dhe kryerjen e pagesave shtesë. Kontrolli i lartë i shtetit ka realizuar 159 auditime në të gjithë nivelet e qeverisjes, duke llogaritur qeverisjen qendrore, pushtetin vendor, institucionet e pavarura dhe ndërmarrjet shtetërore në përputhje kjo me kërkesat e standardeve ndërkombëtare të auditimit, manualeve, si dhe rregullores procedurave të auditimit, duke bazuar në vlerat universale të institucioneve supreme të auditimit, si pavarësia, profesionalizmi, integriteti dhe transparenca. Për sa i takon fushmbullimit në auditim, këto misione janë kryer në 205 subjekte, 97 për cilave njësi të qeverisjes qendrore, 75 njësi të qeverisjes vendore, 13 institucione të pavarura dhe 20 ente publik. Kreu i kontrollit të lartë të shtetit u ndal edhe te problematikat kryesore në auditime. Problematikat në prokurime kanë përfshirë planifikim jo të harmonizuar me nevojat reale dhe fondet e disponueshme, kufizim konkurrencës, parregullsinë në hartimin dhe zbatimin e kontratave, si dhe mungesë kontrolleve të brendshme. Në disa raste, zbatimi i kontratave është kryer me vonesë. Penalitetet nuk janë aplikuar sipas përcaktimeve kontraktuale, janë kryer pagesa për punimet pa përfunduara ose të realizuara pjesërisht, ndërsa strukturat përgjegjëse mbi mbikëqyrjen teknike, pra nuk kanë ushtruar në mënyrë efektive funksionet e tyre. Ai tha se institucioni që ai drejton ka referuar 13 kallëzime penale dhe ka përcjell 35 materiale informuese për çështje që kërkojnë hetim nga organet e drejtësisë. Institucioni ka depozituar 13 kallëzime penale, të cilat përfshijnë rastet kur auditimi ka konstatuar veprime apo mosveprime me shkelje të ligjit penal. Në kuadër detyrimit ligjor dhe të institucional dhe të marrëveshjeve të bashkëpunimit me institucionet të drejtësisë, kontrolli i lartë i shtetit ka vënë dispozicion 35 materiale në dispozicion të prokurorisë. Pas raportit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha hodhi akuza ndaj socialistëve se boshatisën sallën në kohën që fliste Shehu. Shikoni se si jam mbathën si mi, njëri pas tjetri, braktisën sallën, të gjithë me katartë, përveç 2-3 që rrinë kokullur në këtë sallë. Ministrat jam mbathin një nga një, kujke pastor. Ministri i Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin Toni Gogu replikoi ndaj kryedemokratit Sali Berisha. Kontrolli i lartë i shtetit raporton në Kuvendin e Shqipërisë, jo përpara qeverisë. Kontrolli i lartë i shtetit nuk ka ardhur të bëj politik me qeverinë. Qeveria jep llogari përpara këtij kuvendi kur përdoren ato instrumentat e kontrollit parlamentar, ashtu siç din t'i përdorin deputetët brenda kornizës ligjore dhe regulative dhe përpara zgjedhësve. Sapo ka dhënë llogari në 11 maj dhe shikohet se si është shumë fishuar. Zotëria e 21 janarit i ngatron qëllimisht binarët e kontrollit parlamentar me veprimtarinë e kontrollit lartë shtetit që është veprimtari e nderuar, por që sot ka ardhur jap llogari përpara këtij kuvendi, qëllimisht sepse ka një përgjegjësi të madhe publike, qoftë ndaj kontrollit të lartë të shtetit, që me mishe me shpirt është përpjekur ta nënshtrojë kur ka qenë kryeministër. Një debat verbal pati edhe mes ministrit Gogu dhe deputetit të Partisë Demokratike Flamur Noka. Ku janë? Ku janë ta? Ku janë ta? Ku janë? Vetëm shërbëtori djallit këtu është. Të tjerët nuk janë. Hajdutët, ku janë hajdutët? Për bindjet e mia, të ftoj që ti shikosh të vish nga mbrapa. Për sa i përket akuzave personale, të lutem kësaj salle, ti detyrohesh një përgjigje ndaj një akuze që ta ka bërë shoku i bankës, për ca vila,
për ca të bëra me veprimtari të paligjshme. Dhe kam përshtypjen që duhet të jenë dhe në ndonjë organ ligjor, se më duket se i çoi dhe atje. Pas debateve vijuan diskutimet për çështjet e tjera në rendite.